A vërtet të jetë shqetësuese kjo gjendje kësaj motrës, por nuk është një gjendje pa rrugdalje. Allahu nuk qënë sprovë, e që asaj sprovës mos t'ja hap rrugët për me kalua. Nuk ka ndonjë breng, apo ndonjë hall, apo ndonjë mërzi që është pa rrugdalje. Çdo sen ka rrugdalje. E dëgjova me vëmendje dhe me qëllu nuk e ndërprejva se në këtë gjendje, kjo motra, edhe të tjerat, edhe vëllezrit, gjoja e parë që do të është me pas durim, edhe me pas, që me thonë, përqendrim, edhe me marrë seriozisht shqetësimin, edhe me i dhënë hapësirë për me u shpreh, sepse është akumulu energji jo e këndshme, jo e shëndosh në mendjen e saj, dhe shkaktar se bëp janë bot disa njerëz. E këshilla e parë për këtë motër dhe për gjitha ato apo ata që preken në moralin e tyre. Në fakt, kjo nuk konsiderohet prekje në moral, kjo është shpifje për moralin e tyre. Se kur tham kam prek në moral, unë mendova diçka tjetër, që është edhe diçka më keq, mirë po kanë shpif për moralin, për nderin e saj. E para ti motër e nderuar, kur ndodhin kësi lloj sprovash, çka i mbështetesh Allahut, edhe thuaj hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Me mjafton mu Allahu dhe ajo është mbështetësi më i mirë. Ajo që e ke bë, betimi para burrit është mirë, po s'ka pas nevojë me marr Kur'anin, se s'ke nevojë me bëjnë Kur'an, po bën Zotin. Edhe beja më e mirë në këto raste, për me pastruar veten, edhe me bind burrin që s'ka diçka, është me thonë wallahi, billahi, tallahi, në këtë pikë çështet moralit jam e pastë 100%. Allahun e kam dëshmitar, edhe para tina kam e dhënë përgjithësi, edhe kam e dhënë llogarit ditën kur të takojmë së bashku Allahun. E këto e ke bë, betimin mirë është në rregull. Ti duhet me kuptua që je njeri i thjesht, je njeri rëndëmt, je njeri që mund sprovohesh. Po ka njerëz që kanë qenë shumë pozitë më të lartë se ti, se unë, se krejt ne, edhe janë prek që kanë moralin e tyre, është bë shpifje për moralin e tyre. E dikush ka qenë nana e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Para mendoje, kanë shpif për të që e ka tratu pejgamberin alayhis salatu wassalam. Para mendo për gruan e pejgamberit, nanën e besimtare kanë shpif. A për shef tash mësimet që është na vinë këto. Ajo ka ndodhur para 1400 viteve, ndërsa mësimi është edhe për ty, edhe për neve, që mos u shqetësoni shumë se kanë fol për njerëzit më të ndershëm, po ne që jemi kërkon afër tyne, normal që kanë me fol. Pra, dije se kjo që të ka ndodhur ty, ka ndodhur dikujt që ka shumë më devotshme, e shumë më e mirë, e që ka qenë nana e besimtare, e që ka qenë gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ka zgjat ajo gjendje, ka zgjat derisa pas një muaj ditë Allahu Teala i ka zbrit ato ajetet të cilat flasin edhe i lexojmë ne sot, edhe çka e pastrojnë Aishën nga shpifjet që ja kanë bërë ata shpifësit, ata të këqinjet dhe keqbërësit. Edhe burri juaj duhet me pas një rol këtu ma që më thonë guximshëm, me qenë ma trim, edhe me qenë çka ma vizionar, me pas senet ma mirë pak. Aja njeh gruan, çdo burrë njeh gruan e vet. Aja mondet njëherë me gabu, dy herë, mon nuk i shka njëtë të gabua. Se i del ajo në shesh, herët avonë. Andaj burrit do të me marrë hapa. Edhe çka, me u pozicionua ka e vërteta në këtë rast është ka ti, derisa të tjerët nuk sjellin dëshmitar, nuk sjellin dëshmi të qarta. Valla pse fol filani, fol fisteku, nëse kështu i marrëm serioze, atëherë asnjë burr nuk mbetet i ndershëm. Asnjë grua nuk mbetet e ndershme, se s'ka njësa që s'po etiketohet. Ata po flasin për hoxhallarët më eminent që i ka populli ynë. Hoxhallarët më të mirë që i kemi, më punëtor që i kemi, natën e ditën që punojnë për Islam, për musliman, njerëzit shpifin, edhe për moralin e tyre flasin. Sa shpifja bëhet, sa ajo. E s'po flasin për ty, për mua, për atjetrin ku ta di unë. Kështu që pra e para mbështetja në Allahun te bareke ve teala, e dyta kujtoje që janë sprovuar sikur ti apo edhe më shumë se ti, njerëzit më të mirë se ti. Njerëzit më të mirë se ti.
E treta di që Allahu po dën. Kur Allah e dën robin e vet, e sprovon atë me një sprovë. Dhe ajo sprova, këta letë tu që dalën, kë anë këthyet, kë mërzia jote, krejt këto kanë me pas çka një kostot, që ka me dalë shumë e rëndësishme para Zotit, sepse të pastrojnë prej gabimeve, të pastrojnë prej gjunave, sa që të ndoshta do të me punu me 10 vite, edhe nuk e arrin këtë pozit të ngritjes në shpërblime, që shkime arrit ndoshta për disa muaj. E katërta, çka lutë Allah me të mbrojt, thuj Allahu me këfinihim bima shit, o Allah, me mbroj për ty në ashtu që të si dëshiran. Pra, kur armiqët thurin kurtha, bojnë kurtha për neve, apo përgatiten për më nasuru neve, me çfarë do mekanizmi qoftaj, atëherë na çka do të me lutë Allahun që të na ruan prej kurthave të tyre, dhe thuj Allahu me këfinihim bima shit, o Allah, me mbroj mu prej tyne ashtu siç ti dëshiron. Jo me mallkue, me inam njerëzit. Jo me shoh, jo me hakmar, hiç ato ndjenjen e hakmarrjes. Ajo nuk është prej etikës besimtarit, ajo nuk ka prej moralit besimtarit të keqen me kthim me të keq. Qysh tash ajo ti po don me shpif për ta? Po ka morë argumente. Kërkush sa argumente 100% nuk i ka. Po dhe nëse i kije çka këtë çështje merre dorëzoja Zotit. I thua Zot, kjo dosja e zullumit pa drejtësi që ma kanë bo, që ta njerëz, është në dorën tone, ti gjë ka mes meje edhe tyne. Ti epja hakun, ashtu që ata e meritojnë. Mjafton kjo. Pesta me pas parasysh se në këtë situatë, edhe shejtanët, edhe gjinët, edhe keqbërësit kanë qef me të çrregullue, edhe ja kanë arrit me të çrregullue emocionalisht. Mirë po jo vetëm kaq. Ata kanë dëshirë çka ty me të çrregullue mentalisht. Edhe me mendu ti të keqen, ashtu që shke mendue, edhe i ka thonë burrit, tash pe parafrazojmë, duket kështu tha, i kom thonë veç s'm ka me tjetër veç me marr kerrin, edhe me përfundu jetën. Po këtë e don ai keqi që ka bërë shpifje për ty. Ata të këqit, këtë e dëshirojnë. Këtë e don shejtani i mallkuar. Këtë e dojnë të këqit edhe keqbërësit. Dije, asnjëherë çfarë do situate nuk duhet me shku mendja për vetvrasje. Se me vetvrasje nuk zgjidhen problemet, po në rastin ku njëri vetvritet, aty fillojnë problemet e mëdha. Që pastaj këtu që kanë ndodhur janë zero. Këtu mos të Zoti as që i llogariti. Atëherë fillon ajo vujtja, nuk largohesh prej vujtjeve, po prej vujtjeve të vogla futesh në vujtje të mëdha. Prej mërzisë së vogël, mërzi të madhe, prej vështërsisë së vogël, vështërsi të mëdha. Andaj vetvrasja e hap derën e vujtjeve, derën e mërzisë, derën e vështërsive të një pas njëshme. Edhe në fundi s'dihet ku përfundon. Se kërku nuk përmendet që ata që bëjnë vetvrasje kanë këtë shpërblim, kveshe kanë dënime, kanë vujtje deri në ditën e gjykimit. Me atë mjet që e mbyt veten, ashtu do të dënohet derisa kur del para Zotit. Zoti disa ka me zot në deri në ditën e gjykimit, sa ka me na zot jeta. Andaj me pas kujdes, pra, këto heqe prej opcionit, apo këto heqe prej rrugës që mundesh me zgjidh këtë shqetësim, këtë hall, këtë problem. Çka duhet me bë tjetër, me ul me burrin, me bisedue, edhe mos me mojt zi. Të ndjeju krenare, edhe dije që Zoti pas ka zgjedh ty me usprovu, edhe po doj ka Zoti, edhe me vazhdu jetën. Burri do të me konë burri vërtet. Në këto raste e kallëzon fytyrën e vet. Në këto raste tregon ato devotshmërinë e vet, masi fal namaz alhamdulillah. Në këto raste tregon atë karakterin e besimtarit musliman. Edhe ka do të më pozicionu, po normal do të më pozicionu ka gruaja, ka e vërteta. Sa njëri flet për gra, edhe për gra tona, edhe për neve, tash na do të më mërzita. Pse derisa njerëzit flasin mrapa shpine, ti dije që je përpara, ti vazhdo, ata flasin mrapa, ata janë mrapa, ti je përpara, ec. Derisa të tjerë flasin për ty, dije që ti je dikushi. E nëse kërkush flet kesh për ty hiç, as kur gjë do më mosmerren me ty, atëherë me keqaret po si kërkush, atëherë s'ki kur far pozita, kur far bekime, kur far roli nuk je në familje apo në shoqëri. Kështu ktheu jetës, ktheu burrit, ktheu fëmijët edhe vazhdo. Nëse burri nuk është në gjendje
në këto raste me të gjindë, atëre, unë nuk e di çfarë bornia, apo çfarë trimnie ka kur për familjen e vet nuk e bën më të mirën e mundshme. Edhe tjetra, tim me u mërzit kështu. Me u mërzit kështu, dije se atyne të tjere, edhe atyne që s'njohen ju jep një lloj argumente që të kje diçka. Pse unë e mërzit në shqetëson edhe qaj për një tmet që e këm, ama kurse këm, absolutisht nuk mërzit në. Le të flasin më ata, kanë folur për pejgamberin e Allahut. Ai ka thonë pejgamberit, ti po merresh me poezi poet. Tonë i kanë thonë, ti je i çmendur, Mejnun, budalli kanë thonë. Tonë i kanë thonë çka ranc këdhab, po na mashton, ti je shku atje në qiellin e 7. Çfarë rana? Për qiell po na ran. Tonë i kanë thonë e psharake, i kanë thonë ato, kretja kanë thonë. E kanë sulmu fizikisht. Po, fizikisht mora e tonë me let. Po, qka, au zbraps, jo, veç e kanë bo ma të fort. Dhe dije se këto kriza dhe këto sprova ty duhet me të forcu në fe, e jo ty me të dobësue. Ty tash, në këto momente kur mas shumë t'i kje nevojë me ndihmu veti, me qka, me dorim, edhe me namaz të kelon namazin. Allah qka po thët, ja ju helledhine, amenu sta'inu bis sabri was sala. Oja që keni besuar, ndihmojeni vetën, ndihmojeni ndërmjet veti me dorim edhe me namaz. Se Allah është me dorimtarët. Allah është me dorimtarët. Andaj dije se ata kur njëherë nuk kanë me shpëtue këtyne lëdve tu apo kësoj gjendjes tonë. Ata kanë me marë hakun. Ti nesër vesh njeri ke shu dur dhe thonë, o Allah, jepja ato që meritojnë o krye. Kanë falimentu, kanë dështu shumë keq. Përveç se nëse të kërkojnë falje, edhe thonë që kjo ka qenë shpifje, edhe ti i falë, atëherë ka shpresë për ta. Për ndryshe, janë venit shpresat për ta, për shkak të asaj që ata e kanë bo për ty dhe ata bojnë edhe për të tërkën, se kur shpifën një femën të ndëshme, shpifën edhe për të tjerat. Edhe du të me ditë se ata janë zhyt gjënohë, sepse njëna prej gjënohëve që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, largohuni prej 7 gjënohëve shkatërruese. El mubiqat, çka do të thonë arabisht? El muhlikat. Do të thonë gjënohë që të shkatërrojnë. Nuk ka thonë mos i bëni, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohuni prej tyne. Dhe njëna prej këtyne 7 gjënohë shkatërruese është qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Çka me bo shpifje për moralin e grave besimtare të devotshme të ndershme. Një prej gjënave shkatërruese është. E di këtu të na sa shpifja bëhet. Del gruaja me shkutën nana e vet te baba e vet. Natën në ora 22, 23 mes natë, ka të smut spital. Haj tjetri prej dritares ose prej oborët e shef. Dhe çeke dojl me shkutën dikush tjetër, pepret dikush tjetër, po shkon 7 tek tjetri. Kjo prekë nderin e motrës së ndershme besimtare muslimane. Nashta ajo është mjeke. Nashta ajo është kur diu në motrë medicinale, kthehet mes natë shtëpi, ka qenë në punë. Nashta vllave zbret pe kerrë thotë çe, ton natën ka shku me ato. E zbriti tash ai. Më falni shpreha e frajeri prej kerrë. Kjo diçka shkatërruese. Kush shkatërrohet me këto? Jo ti s'do të më shkatërrua. Po kush ata shpifësit shkatërrohen, andaj nuk po duket se shkoj edhe koha, me marr këtë kohën, po inshallah shikuesit vëllezërit edhe motat na bojnë halla na falin, po tema ishte pak e ndjeshme, po ky është një ders në mësim edhe për të tjerët që më marrin mësim, kështu që ti jo më u dobësu tash, përkundazi ti do të më ngrit. Sa herë kanë shpif për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për familjen e tij atave që janë forcuar, janë kthyer edhe më të fuqishëm tek Zoti. Kështu që namazin gjithsesi, Kur'an, jo ilahi, po Kur'an dëgja, se s'ka sen që ta qetëson zemrën, e që ta qetëson veshin, e që ta qetëson mendjen, sikur Kur'ani. Pra namaz, pastaj për cilë e kanë, me Kur'an, pastaj bon dhikr, lutja Allahut, përmendje Allahut, shpesh ditën edhe natën, vazhdo punën e si jenë punë, rregulloj raportet edhe më shumë se sa që i ke rregulluar me Zotin, pastaj edhe me burrin tan, intereso për rritjen edhe për shëndetin, edhe për kujdesu për fëmijën tan, edhe lut Allahun te bareke ve taala që kjo të jetë një sprov e cila të ka forcuar dhe të ka afruar tek Allah, e hiruna Zot me të demoralizuar dhe me të largu prej Zotit. Sa atëherë po arrihet qëllimi i të këshive dhe keqbërës. Kush do qofshin ata, shejtan apo e gjin apo njerëz insan.
Allah na ndihmoj.